veçantë edhe për zhvillimet e ardhshme ose të ditës së nesërme që pritet të ndodhen në Kosovë, kur presidenti i shtetit Vjosa Osmani i ka ftuar në takim lidere të partive politike kryesore në vend, më konkretisht ato të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Zotësa Kulli, mirë mbrëma dhe mirëseri nga Kosova. Mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. Pritshmëritë janë të mëdha, si nga shoqëria civile, nga mediat, por edhe nga qytetarët. A besoni se do të ketë një rezultat pozitiv takimi i nesërm në presidencë? Realisht unë besoj që takimi i nesërm do të jetë vetëm një rikonfirmim zyrtare formal i qëndrimeve që tashmë vetë se dihen. Pra unë besoj takimi i nesërm në fakt mund të jetë takimi në cilin do të vendoset që as nuk ka shumicë në kuvend, e as nuk ka interes për ta gjetur mundësim për ta formuar një shumicë të tillë. Rrjedhimisht, përkundër përpjekjeve për ta paraqitur nevojën për një qeveri të unitetit për të kaluar ligje të caktuara, unë besoj që tashmë ka pafundësisht më shumë gjasa që nesër të jetë hapi i parë drejt formalizimit të shpërndarjes kuvendit dhe caktimit të datës së re të zgjedhjeve, sesa që të kemi një qeveri e cila eventualisht mund të dakordohet në mes të forcave politike, qoftë ajo nga radhët e lëvizjes vetëvendosje apo të partive ish opozitare. Prandaj, realisht nuk është se kam shpresa që takimi i nesërm do të sjellë progres në kuptim të formimit të institucioneve, për shkak se palët janë të barikaduara në qëndrimet e tyre. Në anën tjetër, partitë ish opozitare tashmë ndodhen në periudha kohore ku formimi një qeverie të drejtuar nga ta do të ishte me jetë gjatësi të shkurtër, për shkak se po flasim për një rrethon ku vendin nëse nuk zgjedh presidentin e ri deri më 5 mars, ne automatikisht do të shkojmë në zgjedhjet të reja parlamentare. E me lëvizjen vetëvendosje që ka 48 deputet, pra e ka mekanizmin për ta pamundsuar zgjedhjen e presidentit, sepse mjafton që ata të mos marrin fare pjesë në votim dhe dështon procedura e zgjedhjes së presidentit, që i bën zgjedhje të pashmangshme. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje besoj nuk ka as gatishmëri, as interes për të bërë kompromis me ndonjë prej partive. Në radhë parë për shkak se nuk e sheh kompromisin si vlerë pozitive të demokracisë, dhe së dyti për shkak se beson që një qeveri e brisht, pra ku numrat janë të atill që mund të arrozojnë në secilin moment qeverin, nuk i konvenon këtij subjekti politik, që për bindjen time është treguesi qartë që për herë të parë në historinë politike të Kosovës jemi në rrethonën ku palët ndonse kanë vepruar në bazë të rezultateve të nënshkurtit, de facto nuk i njohin e nuk u konvenojnë pra të njëjtat. Pra është situatë, po thoni pak a shumë e çuditshme, por do të jetë pra një gjë e vërtetë që nesër do të definohet. O do të ketë zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, ose do të ketë një koalicion që do dalë nga aty. Pak a shumë. Unë besoj që nesër gjasat më të mëdha janë që të konstatohet mungesa e shumicës, por që kjo nuk nënkupton se nuk do të ketë përpjekje të tjera. Zotë Haradinaj në intervistë kishte thënë sonte se ish opozita ka 4 vota më shumë se sa subjekti i parë që ka dhënë zgjedhje. A ishte kjo një lloj sinjali se mbase mund të ketë një përpjekje të ish opozitës? Realisht besoj që jo, në radhë parë partitë më të mëdha ish opozitare kanë bërë qartë që as nuk duan qeveri të ish opozitës, e në anën tjetër as nuk duan që të provojnë, sepse ajo çfarë kanë ngjarë për gjatë 8-9 muajve të fundit ka qenë më shumë një garë mes palëve se kujt do t'i mbetet faji, pse do të shkojmë në zgjedhje. Pra në vend se që të kemi garë kush arrin të formojë institucione, tek ne ka qenë e kundërta, gara ka qenë kush nuk po i formon institucionet e kush po mbetet fajtor. E unë besoj që normalisht si partia e dalë e para në zgjedhje, bara me madhe përgjithësisë BNB, lëvizjen vetëvendosje, por me qenë se presidenti edhe në bazë të deklarimeve zyrtare të vetë presidencës, e ka bërë të qartë që do të tentoj që mbi bazën e çështjes së buxhetit dhe marrëveshjeve që ndërlidhen me planin e rritjes, të tentoj që të lehtësoj një lloj dialogu mes partive, gjë që e bën të mundshme mundësinë që të konsumohet i tërë afati 10 ditor, pra deri më 5 nëntor, para se presidentja ose ta shpërndajë kuvendin ose thjesht të dakordohet me partitë për datën e re të zgjedhjeve. A do të mund të ketë një skenar tjetër ku partia fituese këtyre zgjedhjeve që ju i përmendët zoti Cakolli do të provojë edhe një herë ta bëjë qeverinë, veçse me një emër tjetër?
Në radhë parë, në kuptimin kushtetues nuk ka ndalesë që të provohet edhe me emrin e njëjtë. Pra mund të jetë sërish Albin Kurti? Po, veç se kushti për të propozuar zotin Kurti apo këtë tjetër është që të deponohen 61 nënshkrime. Sepse sot Albin Agjiu e mohojnë në një farë mënyrë këtë punën e nënshkrimeve që ishte raportuar se kanë mbledhur nënshkrime për një emër tjetër për mandatar, tha se kanë mbledhur nënshkrime veç për formalizim të grupit parlamentar, diçka e ngjashme, po a mund të jetë një skenar real? Jo, nuk besoj që në një rënon po të kishte pasur interes lëvizjave vendosje dhe zoti Kurti që ta gjejnë shumicën e nevojshme, do ta kishin bërë këtë për gjatë 8 muajve të kaluar. Unë nuk besoj që 8 ditë apo 10 ditë sa janë për këtë periudhën e konsultimeve, do të mund ndryshojnë diçka në kuptim qëndrimit partive. E në fakt me veprimet e fundit që ndërlidhen me çështjen e buxhetit dhe të tjera, janë treguesi qartë që as nuk ka interes, por më shumë do të tentohet që të krijohet një momentum në cilin përveç se për fajin e kujt do të shkojmë në zgjedhje, do të tentohet që të luhet edhe karta e rrezikut të kolapsit fiskal në vend për shkak të mungesës së buxhetit, qoftë në raport me komunat apo edhe me shërbyesit publike civil cilët marrin paga nga buxheti i shtetit, cilëve po u përmendet në vazhdimsi mundësia që vitin e ardhshëm mund të mos marrin paga, që normalisht duke qenë temë ndjeshme për publikun, mund të ketë impakt edhe tek vetë elektorati në zgjedhje që unë besoj do të bëhen mes 7 dhe 14 dhjetorit. 7 dhe 14 dhjetorit, thoni se kjo mund të jetë një kartë elektorale për ta fajsuar njëri tjetrin në një retorik të ashpër më pas se kush kë e la pa para. Absolutisht, për shkak se nëse do të ishte qëllimi që të tentohet edhe një herë, unë nuk besoj që do të kishte nguti për miratimin e buxhetit nesër nga ana e qeverisë, eventualisht gjatë kësaj jave apo në fillim të javës së ardhshme edhe nga përpjekjen për ta votuar edhe në kuvend, por që fakti që po përdorin këto dy tema që janë karta tepër perfide në kuptimin politik dhe që kanë dishmëri të lartë shtetare, tregon që interesi është që të shkojmë në zgjedhje vetëm me një kapital politik. Në një rënon nëse ndonjë prej palëve apo deputetëve do të bien, le të themi, prej këtij shantazhit publik për çështjen e pagave dhe do ta votoj buxhetin, në cilin unë besoj që do të përfshihen shumë prej premtimeve paraelektorale që zoti Kurti i dha në ekspozen për formimin e qeverisë apo në konferencën e tij para disa ditësh, siç është paga minimale prej 500 eurosh për cilën pati sot vetë hapa konkret, çështja e rritjes së pensioneve, paga në sektorin publik e të tjera, cilat duke qenë pjesë e buxhetit, nëse miratohet si i tillë, do t'i jepte zotit Kurti kartë elektorale se ka rritur pagën minimale, e nëse nuk miratohet, sërish do të përdorë si kartë për ta atakuar pjesën e partive ish opozitare, se janë të njëjtat ato që pamundsuan rritjen ose të pagës minimale ose të pensioneve. A është hipokrizi kjo? Absolutisht, unë besoj që për ata që kanë përcjell zhvillimet politike në Kosovë, kjo në radhë parë nuk është fare e lejuar me ligj, duke nisur nga aty, por për faktin që tashmë shkelja e ligjit dhe normave tjera nuk është më diçka e pazakontë e as e dënueshme në masë siç ka qenë më parë, unë besoj që në këtë rrethon nuk do të ketë ndonjë ndalesë në kuptimin moral, pra që të ndihen keq sepse po e shkelin ligjin apo pse po veprojnë kështu. Kësaj gjasat më të mëdha janë që nisur nga nesër, që është jo fort e rastishme që mbledhja e qeverisë është thirrur vetëm disa orë para takimit me presidentën. A mund të jetë tema kryesore buxheti? Unë besoj që po, zonja Osmani përmes deklarimit të vetë presidencës e ka bërë qartë që çështja e buxhetit është temë tejet me rëndësi për vendin, gjë që po pajtohem nominalisht që buxheti është temë e rëndësishme sepse është dashur të votohet. Për hir të së mirës së përgjithshme, a mund të bëhet kompromis këtë rast edhe me ligjin, edhe me kushtetutën, edhe me rregullorët, edhe me gjithçka tjetër pra për ta kaluar buxhetin? Po ky nuk është modeli që ne duhet ta aspirojmë shqiptar, pra nuk duhet bëjmë kompromis me shkeljet kushtetuese ose shkeljet ligjore. Ka pasur 8 muaj kohë për ta menduar një rrethon të tillë, dhe së dyti, unë besoj që ka përpjekje për ta krijuar një ndjesi të ngutisë më shumë sa që ka realisht urgjencë. Çështja e buxhetit është mirë e rregulluar me ligjet në fuqi. Tazëm, në rast se do të kemi zgjedhje në 10 orë që duken tashmë të pashmangshme, për muajin janar dhe shkurt vetë se ka zgjatje automatike të buxhetit siç ka qenë për vitin paraprak, pra vitin. Pra nuk ka kolaps. Jo, absolutisht. Kolapsi do të ndodhte nëse buxheti nuk miratohet në muajin mars. Dhe unë besoj që kalkulimi është që me atë çfarë deklaroi edhe vetë zoti Kurti që përveç zgjedhjeve në
dhjetor mund të kemi edhe në pranverë. Kjo ka qenë indikator që mund të arrim në pikën ku do të tentohet që të shkohet sërish në zgjedhje, po kjo çështja e ngutisë për qeveri të unitetit ose qeveri teknike so për ta votuar buxhetin, do të ishte adekuate në kuptimin kohor nëse bëhet vitin e ardhshëm. Por jo tani kur është e garantuar zgjatja e ndarjeve buxhetore dhe situata eventuale në shkurt apo në mars të vitit të ardhshëm nuk do të ishte fare ndryshme në kuptimin e asaj çfarë kemi tani. A mund të jetë frika që edhe nëse shkohet në zgjedhje pra në fillim ose në mes të muajit dhjetor, prap të ketë një situatë ngjashme sikur tani, pra të mos ketë një koalicion deri në mars dhe të ketë zgjedhje të reja. A është kjo frikar po që në një farë po parashihet se bloqet do të mbesin të njëjta, nuk do të ketë lëvizje nga asnjë anë dhe potencialisht rezultati mund të jetë i përafërt. Dhe për ta shmangur këtë krizë, ta votojmë një buxhetin pastaj të shkojnë edhe kjo le të zgjatë. Unë më shumë se sa frikë besoj që është përpjekje për ta projektuar një situatë që kinë do të ndodhë në të ardhmen. Dhe kjo përdoret pastaj për, unë besoj, një lloj manipulimi kolektiv. Dhe shantazh, mund të jetë? Po, për shkak se përmes shantazhit publik ku përmendet tazëm se do të mbesin qytetarët pa paga për shkak të dikujt apo dikujt tjetër, është formë se si do të tentohet paraqitet e tërë situata. Në anën tjetër, nëse i marrim për bazë vetëm deklarimet publike të ish partive opozitare, sidomos LDK-s dhe PD-k-s, përkatësisht eksponentëve tyre, të cilët deklaruan se nuk mund të ketë buxhet nga kjo qeveri, e që realisht nuk mund të ketë sepse... Për ta shpjeguar. Së pari, ka ndalesë ligjore në bazë ligjit për qeverinë që është miratuar dhe është sponsorizuar nga lëvizja vetëvendosje. Këta po thirren në pikën në nenin 31 që flet për qeverinë në dorëheqje, ku ndonse ka ndalesa për miratimin e projektligjeve, ekziston një përjashtim për projektligjin për buxhetin. Po aty është edhe një paragraf, në fakt, paragrafi 5 në kuadër të këtij neni, që thot se për qeverinë në detyrë, dhe këtu më lejohet që ta bëj një dallim, pra, qeveria në dorëheqje është qeveria e cila për arsye të shkarkimin nga kuvendi ose dhënies dorëheqje nga ana e kryeministrit, mbetet në këtë status gjatë asaj legjislature, pra në rastin tonë në legjislaturën paraprake. E qeveria në detyrë është qeveria e cilës i ka skaduar mandati dhe që nuk ka raport reciprok me kuvendin sepse i njëjti nuk e ka zgjedhur. E për këtë të dytën, që është statusi i qeverisë aktuale, ekziston ai paragrafi 5 që thotë vlen kufizimit, pra nuk mund të propozoj projekt ligje, por nuk vlen edhe përjashtimet ta zëm për çështjen e buxhetit. Andaj unë besoj që pikë së pari nuk mund të propozohet buxheti si i tillë. Së dyti, në kuptimin procedural, kuvendi nuk i ka të konstituar trupat e tij. Dhe në fakt nuk mund t'i konstituoj sepse ka gjykime të gjykatës kushtetuese që thonë se puna e parë dhe rendi gjërave do kështu, që puna e parë e kuvendit jetë zgjedhja e qeverisë. Vetëm pasi të zgjedhë qeveria, përcaktohen raportet pozit-opozit. Dhe disa ligje të cilat janë në fuqi dhe vetë rregullorja e përcaktojnë që disa prej komisioneve duhet të udhëhiqen nga opozita. Në situatën aktuale ne nuk kemi ende zyrtarisht opozit dhe nuk dim se kush duhet të udhëheqë këto komisione. Së treti, unë besoj që përmendja e çështjeve si buxheti i disa komunave, buxheti për transmetuesin publik, janë vetëm një lloj fasade për ta përligjur përpjekjen e tyre të nesërme për votimin e buxhetit, për shkak se kur përmenden komunat si Prishtina sidomos, kjo do t'i përdoret padyshim lidhjes demokratike të Kosovës, me të njëjtit nëse nuk votojnë për miratimin e buxhetit, që do të tentohet që në raundin e balotazhit të përdoret si argument kandidatit të LDK-s që e ka përmendur vazhdimisht bllokimin nga Ministria e Financave të mjeteve të komunës. E në anën tjetër për transmetuesin publik, pra e pam qysh sonte në edicionin qendror të lajmeve tentohet që të fajsohet opozita, pa përmendur këtë faktin që ka pasur mundësi që kjo qeveri, pra në kompozicionin aktual të bëjë zgjidhje siç ka bërë në muajin korrekt, por që duke tentuar që gjej fajtor, tregon qartazi që qëllimi nuk është që gjendet zgjidhje, por që gjendet një fajtor kujdestar, e cili do t'i lihet faji për shkak të dështimit për miratimin e buxhetit dhe të akteve tjera. Pra, zoti Cakulli, nëse nesër vazhdohet procedohet tutje për punën e buxhetit, do të ishte shkelje sipas jush? Absolutisht. Unë besoj që në radhë parë vetë miratimi në qeveri i një projektligji për buxhetin është në vetvete shkelje dhe cënim i parimeve kushtetuese që flasin për kontrollin dhe balancin mes pushteteve. Vetëm duhet ta mendojmë situatën paradoksale ku një ish kryeministër me kabinetin e tij të ish ministrave do ta votojë një buxhet në qeveri
do t'ja dërgojnë kuvendit, e pastaj do të shkojnë të ulen në cilësi deputetit, ta votojnë po të njëjtin buxhet që ja kanë propozuar vetës. Pra, këtu kemi të bëjmë me konflikt edhe të pastër të interesit, sepse nuk mundet dikush dhe Gjykata Supreme ka konstatuar këtë gjë në rastin e Ministrisë Financave, pikërisht Ministrisë Financave, të cilës i ka anuluar udhëzim administrativ sepse s'kan pasur mandat. E tash si është e mundur që një ministër, ish ministër dhe një ministri që nuk ka zot shpije në kuptimin ligjor, të propozoj një akt shumë më të rëndësishëm se sa udhëzimi administrativ, nga po i njëjti i cili t'i është anuluar pra udhëzimi administrativ. Andaj unë besoj që në radhë parë ata s'kan drejt fare që ta bëjnë një veprim të tillë, e në anën tjetër ku vendi nuk mundet edhe po të dënte nuk mundet që ta votoj buxhetin, përveç nëse shantazhi publik do t'jap frytet e tij thënë kushtimisht dhe që ndonjë prej deputetëve do të vendosë që t'jap votat për kalimin e buxhetit për hir të asaj që ashtu quajtur pra të mirë publike dhe funksionaliteti i shtetit. Do të takohet shpesh në të tilla raste që në Kosovë kanë qenë të shpesh, ta kemi përmendur këtë pjesën e vakumit ligjor, por duket se në këtë pikë, nga këto shpjegime që thatë ju, nuk ka as pak vakum ligjor, vetëm dihet qartë a është shkelje a nuk është shkelje dhe nëse procedohet tutje është brutalisht shkelje. Unë besoj që përveç se nuk ka vakum ligjor, ka thjesht interpretim qëllimisht të gabuar të ligjit, që të regën për qëllimisht të gabuar apo nga padituria? Jo, unë besoj është e qëllimshme, sepse nuk ka nevojë që t'jesh as jurist e as një si miri punës kuvendit për ta kuptuar që nuk mundet një qeveri e cila është zgjedhur nga një legislaturë para 4 viteve, ti propozoj buxhet legislaturës tjetër. Për më tepër nuk mundet dikush që në cilësin e kryeministrit e voton në qeveri buxhetin e pastaj vije e miraton vetë me votën e tij po të njëjtin buxhet të nesërmën apo pas disa dite. Unë besoj që kjo është në fakt rreziku më i madh që në Kosovë po tentohet që të normalizohet shkelja e ligjeve e madje edhe të arsyetohet. Pra është çfarë pam sot, u tentua që nën argumentin apo nën petkun e argumentimit se kjo është situatë jashtëzakonshme e të tjera, bën t'i mbyllim syt e ta shkelim ligjin apo kushtetutën. Po unë besoj që kjo është qasje e gabuar, për më tepër nëse bëjmë këtë sot për një ligj kaq të rëndësishëm si buxheti. Për precedent të ardhshëm apo do të kishte edhe komplike e pasoja ligjore në rast se ndodh kështu nesër? Unë besoj që nëse votohet si i tillë dhe një vendim i tillë atakohet në Gjykatën Supreme apo në Gjykatën Kushtetuese nëse e njëjta vije në kuvend, unë besoj që rasti është i fituar, për shkak se nuk ka asnjë shpjegim ndryshe të logjikshëm të situatës në fjalë. Por në anën tjetër do të ishte shumë problematike edhe për ndonjë prej palëve të autorizuara, në këtë rast deputetët, që ta dërgojnë në Gjykatë Kushtetuese ligjin për buxhetin, sepse pastaj përveç se do të fajsohej vetë opozita, edhe gjykata do të binte prej e unë besoj ose do të ishte nën atak të publikut për shkak se të njëjtit do të vendosnin masë përkohshme, që do të ishte vetmja rrugdalje e logjikshme, dhe ne do të mund vinim në pikën ku ose me të vërtetë do t'i mbyllnin sy gjithë dhe nuk do ta kontestonin, e do ta normalizonim shkeljen e kushtetutës dhe të ligjit, ose nëse do të ndërpritej ky precedent i gabuar e do të merreshin masa qoftë të përkohshme apo anulim të ligjit, do të vinim në pikën ku pastaj palët do ta shfrytëzonin këtë për t'i sulmuar kundërshtarët e tyre politik. Jemi ka fundit të takullë, besoni që do të bie në këtë karrem pra të mbase të orkestruar dhe të mirë organizuar nga subjekti fituesi i zgjedhjeve qytetarët, por edhe subjektet politike ish opozitare, sa i përket presionit buxhetin? Po e nisi prej partive opozitare, ish opozitare, unë besoj që ekziston rreziku që partitë të gjenë një zgjidhje kreative që zakonisht si të tilla janë në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Dhe në anën tjetër sa i përket qytetarëve, unë besoj që për shkak se është temë shumë e ndjeshme shkëndran, pra po flasim për rreth 100.000 familje cilat e kalojnë muajin me gjithë krizat e fundit që kemi pasur dhe vështirësitë ekonomike me pa të pagë. Dhe nëse u përmendet mundësia e mbetjes pa paga apo kolapsit fiskal të vendit, atëherë padyshim që kjo mund të jetë kartë, por që apo mund t'ju kthehet edhe bumerang pra që qytetarët e vëdësonin dhe thonë që 8 muaj pritet dhe sollet në këtë gjendje pra. Unë besoj që ajo çfarë duhet të bëhet e qartë qytetarëve është që rreziku nuk është aq iminent siç po tentohet të paraqitet. Pra nuk jemi as afër një krize të tillë çfarë po pretendohet të shitet, dhe kjo është ajo çfarë duhet bëhet unë besoj në kuadër të informimit publik. Pra së pari askush nuk do të mbetet pa paga as në janar as në shkurt,
dhe nëse eventualisht do të arrim në atë pikë do t'jetë muaji mars, dhe kjo vetëm në rast se do të kemi sërish dështim për të zgjedhur qeverinë. Sepse procedura prej ditës së mbajtjes së zgjedhjeve deri në certifikim të rezultateve mund përbyllet brenda një muaji. E nëse zgjedhjet ta zëmbahen në mes të dhjetorit, ne në mes të janarit do të mund të kishim rezultatet. Me 30 ditë afat për konstituim të kuvendit i bie në mes të muajit shkurt, me 15 ditë për mandatarin e parë për qeverinë, ne vetë se jemi në kohë për ta përmbyllur tërë procesin e formimit të institucioneve, edhe në rast të zgjedhjeve brenda afatit. Pra, pa e rrezikuar fare çështjen e presidentit. E në anën tjetër, nëse kemi skenar të tillë që synojnë që ta sjellin vendin në pikën ku ka kolaps sepse s'ka kuvend, s'ka kryeministër, s'ka president, s'ka asnjë institucion, atëherë ajo është çështje tjetër, por në situatën aktuale nuk kemi as afër një krize të tillë çfarë po pretendohet që të paraqitet si emergjencë shtetërore për momentin në Kosovë. Dhe sa kohë faleminderit shumë që ke qenë sot në Kosovë. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë. Sigurisht do të shohim edhe nesër se çka do ndodhë.